Si rezultat i kontrolleve intensive në të gjithë territorin e qarkut Shkodër, në vijim të operacionit policor të koduar Koordinata, bazuar dhe në inteligjencën policore, shërbimet e drejtorisë vendore të policisë Shkodër dhe të komisariateve në varësi të saj kanë gjetur të kultivuara dhe kanë asgjësuar 728 fidan në kubik dhe 11.813 bimë të dyshuara narkotike kanabisativa. Konkretisht, shërbimet e komisariatit të policisë Shkodër gjetën në territorin e njësisë administrative Pul dhe asgjësuan 652 bimë të dyshuara narkotike kanabisativa. Në vijim të veprimeve për këtë rast, nis procedimi në gjendje të lirë për inxhinierin e pyjeve, shtetasin AM për shpërdorim detyre dhe për moskallëzim të krimit. Shërbimet e komisariatit të policisë Vau i Dejës gjetën në territorin e njësive administrative Shllak dhe Temal, asgjësuan 728 fidan në kubik dhe 11.161 bimë të dyshuara narkotike kanabisativa. Juan puna për identifikimin, kapjen dhe nxjerrjen përpara përgjegjësisë penale të autorëve të këtyre rasteve të kultivimit. Operacioni antikanabis i koduar Koordinata Avion.